Mbyllja e argjinaturës së lagunës së Vajinit ka bërë që niveli i ujit të nisë të ulet gradualisht në njësitë administrative Shënkoll dhe Kolsh. Megjithatë, situata vjen të mbetet e vështirë, pasi 10 banesa vazhdojnë të jenë të rrethuar nga uji dhe 100 hektar tokë bujqësore janë ende në pushtimin e përmbytjes. Situata jente e pasës është. Tani me thënë se nga ka bërsh kushnes, nga ka menja jonë, që kemi arë me plasë i herë e para. E dita në shteti duhet se nda s'kemi hi ka për shef, vesh për halë. So, për me që puna për kështu për shef, kishëm zanë që kësëm ka puj, e ka rejnë njërëzit, e rejnë peshku, e rejnë bretkocka, e rejnë shakajte, dreshi se mërveshte. Meni nga ka bërsh në shteti pak. Plasi argjinatura, po pse plasi të është në kjo argjinatura? Apo se shkojnë njërzit me skavatora të marrë dhe me mosh venet e veta, e në belset ajo. Një kjo urë këto, e ka alshue kandidati i Partisë Demokratike në Kofukshate. Për me dzërë gjanë zëtni, ka fut 3 turbina. Turbinat nuk i ka pëthit. Turbinat për me dzërë urën gjanë, mas me shpenzu turbina, ajo urë për Fukshat ka qënë, i ka lën lërgës. Kura mush, materiali ka arab në turbinat, edhe 3 herë i kam shku administratorit, 3 herë. Ashtë ura e mushme me material. Po një pjesë kanë për shembull që janë dizoluar, unë i kam pa marrë masat, ma të mundësit e mija. Po një pjesë në baknuj, kretë. Aja është nuje, njëshe që për te është nuje, ki qetri këto anë nuje. Ka në halë. Me që apona, për shembull, një ndim të vogël. Tërheqja e ujit po ndodh me ritme shumë të ngadalta për shkak të niveleve të larta në kanalët kulluese, të cilat nuk favorizojnë evadimin e tij. Ndërkohë në Mirdit, 2 banesa rezultojnë të rrezikuar nga rreshitet e dherave ku emergjenca civile po ndërhyjnë, ndërsa në aksin Bogmi-Reshen vjen ndërhyrje për të mbajtur rrugën të kalueshme. Nga ana tjetër në Kurbin po vazhdon puna për përforcimin e argjinaturës së Lumit Droj me qëllim shmangjen e problemeve të tjera për shkak të rritjes së prurjeve.